Një ngjarje që të konsiderohet të mrekulli ka ndodhur një ditë më parë në Bulqiz. Një 35 vjeçar është gjetur i gjallë 3 ditë pasi kishte bërë aksident me makinën e tij. Mësohet se 35 vjeçari Isa Nurçe kishte bërë aksident me makinën e tij duke dalë nga rruga dhe ka përfunduar në zallin e Bulqizës. Nurçe ishte denoncuar i humbur nga babai i tij në polici që prej të martës. Isa Nurçe është gjetur pas ditën e së premtes brenda një automjeti të rrëzuar në shtratin e Lumit, në zonën e njohur si Zalli i Bulqizës, pranurës së Çerenecit, në aksin rrugor Bulqiz-Peshkopi. Mjeti dhe personi në fjalë janë zbuluar nga disa fëmijë që po laheshin aty pranë, të cilët kanë njoftuar menjëherë banorët e zonës. Këta të fundit kanë nisur t'i japin ndihmën e parë duke u bashkuar ekipit mjekësor. Me anë të një mjeti tip Fadrom, ata kanë bërë të mundur kthimin në pozicion normal të automjetit tip Audi e më pas kanë nxjerrë 35 vjeçarin nga makina. Isa Nurçe është transportuar në gjendje të rëndë shëndetësore, por mrekullisht ai kishte mbijetuar për më shumë se 72 orë brenda automjetit. Ende nuk dihen rrethanat e aksidentit të rëndë, ndërsa automjeti ka fluturuar në ajër dhe shpërmbysur buzë zallit të Bulqizës.